fakur gjatë gjithë 2024-ës, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, një nga institucionet që ka kompetencën drejtpërdrejt për kujdesin ndaj konsumatorit të produkteve me origjinë shtazore apo bimore për hedhje në treg, në fakt kemi vënë re një lloj ulje të vigjilencës dhe mos përkushtim të pjesës së detyrave të saj funksionale. Na është dashur, sipas sistemit RAF, në 12 mars, në fakt kemi një raportim i cili ka nxjerrë një pjesë të mirë të stecave me pesticide, këto të kapura nga autoritetet kroate dhe të raportuar në sistemin alert të Bashkimit Evropian. Kjo do të thotë që autoritetet shqiptare, përpara se të nisësh ky produkt apo nëse ky produkt është hedhur në treg, nuk ka pasur asnjë lloj komunikimi dhe ka një mungesë të theksuar të informacionit apo të njohjes së konsumatorit, i cili duhet të bëjë kujdes dhe duhet të jetë në një linjë bashkëpunimi me AKU në këto raste të tilla.